forma me garancian e daman. Që i thënë daman, që i bjen se nëse s'talon borxhin filanit, talojone. Kjo është garanci, kur garanton për dikonin. Kjo formë e garantimit është e detyrueshme. Në momentin kur unë i tham dikujt, jepi borxh filanit, ose shit janë borxh filanit, sepse borxhi kemi thonë është dy forma, kur jep borxh direkt, ose kur i shet diçka në borxh. Nëse i tham unë shit janë filanit në borxh, ose jepi borxh, se nëse nuk ta kthen borxhin ai ta kthejone, atëherë në këtë rast unë jam i detyruar edhe unë jam borxhli tek borxhdhënësin këtë rast për arsye se kam garantu për me la borxhin e dikujt tjetër që nëse ai nuk e lan ose s'mundet me përmbush. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thot az-zaimu gharim. Ai që garanton rrejgjoks. Ai do të thonë e merr përsipër me kthy borxhin nëse s'kthehet borxhi prej borxhliut. Mirë. A lejohet me garantu borxhin e të vdekurit, gjallit, do të thonë për ato dhe imi të folë, mirë për të vdekurit. Për shembull, nuk varroset, ose nuk ja falin xhenazën, ose nuk ja kryen shërbimet pa i kthy borxhet. Edhe del dikush thotë unë i përmbushi borxhet e tij. A lejohet? Lejohet, sepse ka pas rastin kod pejgamberit alayhi salatu wasallam, sikurse e kemi përmend në emisionin e kaluar, që kur ka pas dikush borxh që ka vdekur dhe ka pas borxh, pejgamberi alayhi salatu wasallam ju ka thonë shokëve vet, falni xhenazën ju, se ka fal vet. Po në një rast është ngrit dikush prej sahabëve, shokët pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka thënë dërgoj Allahut, unë ja loj borxhin. Vetëm falë xhenazën ti, unë ja loj borxhin dhe ka fal pejgamberi alayhi salatu wasallam xhenazën, pastaj ky ka lojt borxhin personave që e ka pas, sepse e ka marr përsipër, pra lejoj ka me e marr përsipër borxhin e të vdekurit. Gjallit e merr malet njeri, pse se ajo është i gjallë, punon, gjallënon, edhe pritet me ja kthy borxhin, ndërsa i vdekur s'pritet me ja kthy kurrë. Për ata me garantu për borxhin e të vdekurit nuk është lehtë, është marran. Mirë po, normal që ka edhe problem sepse ai liron të vdekurin për borxhit. Ai shkon në botën tjetër pa borxh ndaj njerëzve.